Përshëndetje miq. Sot ka filluar dita duke u përmendur nderit e jetës. Për cila ndere? Bëhet fjalë për ato ndere e jetës që atyre që janë në maj, biznesmenëve fuqishëm, oligarkëve, i bëjnë një nder të tillë që pavarësisht se mund të jenë në rënje të lirë kthehen përsëri aty ku ishin, ose bëhet fjalë për biznesmenë të cilët pavarësisht dukjes dhe kullave që ngrehin ose komplekseve të pallateve, sidomos zonat më të mira, i mbaronin financat dhe i duhet në koncesion ose në një punë e madhe shtetërore që përfshin kontrata administrative në mënyrë që të rivitalizohen dhe dalin përsëri në treg. Dhe pikërisht ato përgjime të reja kanë dalë nga dosja e Ballukut dhe nga komunikimet e saj pikërisht me ish drejtorin zotin Eviz Berberi. Bëhet fjalë këto komunikime për oligarkun dhe biznesmenin Bashki Muraj, pronarën e kompanisë Gener 2 dhe Gener 2 Infra, të cilët kanë qenë pikërisht dy kompanitë që kanë bërë koncesionin e rrugës Fuman Vorë Kashar. Një rrugë e cila ka kushtuar jo pak dhe madje është vendosur dhe trau për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë që kalojnë aty. Besoj mbani mend edhe protestat e mëdha, valin e protestave. Gjithashtu dua t'ju rikujtoj që zoti Ulaj është edhe pronari de facto i televizionit A2CNN. Pra jo njëri pak i fuqishëm ose jo njëri i cili nuk ka ndikime në jetën publike. Por për çfarë nderi jete e ka fjalën Blinda Balluku? Dhe pse i drejtohet pikërisht këto mesazhe si njëri i izoluar i cili mund bëhet ushtar i mirë dhe i rregullt. Dhe kur njëri i përmasave dhe i kalibrit Bashki Mulajt, që ka qenë miku i pothuajse çdo pushteti, përfundon një pashpresë, imagjinoni gjithë ne shqiptarët e thjeshtë. Sapo shikoj kolegun tim Andri Bala që fërkon kokën, se si duket, e kupton që Unë isha të rregullu flokën. Jo, faktikisht desha me thënë këtë, po është e kundërta. Se do bien si tha, do bien halet e do ngrihen malet, a kupton? Nuk e kisha ishte deputeti i PS-s që tha malet ecin mbi male, kishte bërë një koment, po ishte në halet bën me halet. Jore do bien halet, do ngrihen malet, pse? Si shikoni këto fakte të reja që kanë dalë nga kjo dosje dhe pastaj do ja kalojmë edhe fjalën e bashkëdrejtuesit të Malpiç. Unë nuk është se tani me fakte, ta thashe para gjëjër, me çfarë të kjo dhe për vetë perspektiva, pritani. Nuk është vetëm ky i debati i ditëve sotme sa e përket media. Debati në media ka lindur e para që nga dosja e Akshit ku pretendohet se kanë dalë dhe financime që janë bërë për mediat të ndryshme, nga zoti Agasi apo kushdo tjetër, kanë dalë biseda apo pjesë në dosje për pronarë të ndryshëm medias, që nuk është vetëm zoti Bashkim Mulaj, që është dhe biznesmen. Me fjalë, Bashkimi e ka nisi biznesmen më saktë. Pastaj u bë pronar media. Gjithë ky mjedis, tani o do na japi, o do na zbardhi faqen, ose do na nxjerrë. Po. Kështu që ideja është që jo se kemi një lidhje me ata, po do na ndihmojnë që kjo gjëja jonë që kemi nisur të paktën këta që i bëjnë këto financimet me reklama, ti japin në vendin e dur dhe në mënyrën e dur dhe në modelin e dur, pra modeli dur të çfarë gazetari. Jo, ashtu funksionon, se ti nuk e di normal se nuk e punu, me fjalë, nuk e punu, nuk e marr, unë kam dhe i portal. Kam pas klikime e zem plotë, kupton? Nuk funksionon ajo gjashtë. Po këtë po them pra. Ti shkoj e thuare, "Mun kam nevojë për një biznes, kam nevojë për një reklam, kam këto klikime se bërin fushata të ndryshme." Se media me reklamë mbahet, se nuk mbahet me. Dhe nuk të qaste njëri. Pra, pjesa më e madhe e reklamave kryesisht kanë qenë klienteliste. Në një gjë e vogël që lëviste për ndihmë jepi atit ose më kupton. Ky lloj tregu i cili organizohet, mbaj peng prej këtyre dhe shpërndahet te klient të këtyre, ku donin këta. Me shifra marrëmend se unë s'po flas reklama 50.000 lekë reklam. Mujor. Këtu bëhet fjalë për diku tek 500.000 euro, 700.000 euro reklam, nuk janë shifra që janë shifra shumë të larta. Shkoj u bë për kafe tani, ti fillo thuaj në ato shifra. Madje edhe për ta kthyer përmbys.
Ne lezoj filxhan tani, po tham filxhan dhe më shumë, filxhanën, pse morë? Çështja është që tani ne kemi kollaj, mund ta pyesim edhe opinionistën. Po ti do ikësh shofësh ndeshjen pastaj që jemi shumë me tuta apo? Unë do iki të ndrohem me njerë. Je për stadium me gondukën. Moligarkun tjetër. Çka ka i Marmandin, sa thash. E çfarë bë mua përshtypje realisht kur i shikoj këto biseda që Sa se do mlije mua të thoja në një fjalë. Do ta kaloj vetëm këtë gjë, program të shkurtër fare. Po ato që qarkullojnë se thashë themel atë poshtë, që realisht të gjitha që flitet si oligarkë, dhe këtu do i fusë që të gjithë. Qoftë zotin Bashkim Ulaj, qoftë zotin Samir Mani, qoftë zotin Shefqet Kastrati, qoftë të tjetrin se ka ky që ka bërë Rock Gjokën e tjerë, dhe i rejtë që kështë dalë dhe emri këtit pra Ram Getsit. Po gjithë qa janë ata. Që gjithë tha, Andrej nuk janë Bala. aty për shkak Nuk janë aty për shkak të konkurrencës më falni, se kam shumë serioze. Jo serioze unë që s'kam. Nuk janë aty për shkak të konkurrencës dhe të fitimit të tregut, po janë për shkak të suportit nga ana e majorancës dhe e qeverisë. Po pra, jam tani politike, se bëjmë kaq shumë fare se nuk është se kanë qenë biznesmen ata, po rritjen e kanë pasur gjithmonë eksponenciale me marrëdhëniet e tyre me qeverinë. Ma lejon Marsi të bëjë një këshill. Ermal Beqiri ka qenë ekspert IT në elektorat. Ka Ermal nga këto emra që përmendem, shkove te Ermal Beqiri tani. Dela fiton 230 milionë euro tendra vetëm 6 Për 3 muaj. 3 muaj Marsit Gupi. 3 muaj, jo 6. Kjo tregon se si funksionon elita e fshehtë. Nuk thash Ermal, përmend të tjerë emra ndole te Ermal. Tani Ermali këtu e keni juve Ermalin, nuk ka Ermali. Zotri, këta emra që përdoret ti, nëse janë prestanome, nuk kanë, maksimumi kanë Rama, nëse në një tjetër që shumë më i fuqishëm se Rama. Kurse Ermali është prestanome, nuk i ka paret e ti. Po flasim për njerëz që janë të fuqishëm, që këta ka nisur me biznes. Të milion euro jati kështë e bleve? O Marsit, disa ke kështu që merren me drogë, me narkotrafik, që kanë nga 4 jate, e kanë nga 2 aviona, nuk po flasim. Bandat kriminale më fal, a denoncohesh nga vetëm një kryetar bande kriminale, një qyteti ku do t'i kishte diku të 600 milion euro, kesh, gjërat vogla, a kupton? Që tani nuk po flas për se kishte ky një autor, patjetër, janë dhe këta, po janë prestanome të njerëzve të ndryshëm brenda qeverisë, ata që lozin fijet e parave të taksa paguesve shqiptar. Kurse këta tjerë që flet ti janë biznesmen. Kryesisht qeveria është interesuar ti kontraktoj këta për t'i mbuluar allëzhverishët ose paret, për t'i justifikuar paret që kanë bërë këta në të zezë. Kurse këta janë biznesmen, më kupton që po them. Ermali nuk pastron të paret e asnjërit. Ermali ishte ai që xhiron të parat, që merrte paret si prestanome për t'i quar. Ta bëjmë të temat e gjepetit, se unë pak që pare, po ti... O Marsit, jo, unë nxeva sepse realisht është fundi vitit dhe keq jemi. Nuk është se... Më kese ki vit. Nuk është se... Ditën e Krishtinëve tha, nuk pas gjë po shpejmës. Do të desha më bëm bebe atyre si da bëjmë për të pagu që ranë e zyrës. Dhe ç'a ndodh, në këtë situatë, Marsit, unë ta lidh me gjithë aktualitetin politik se çfarë ndodh. Spak ditën e sotme ka zbarkuar, po them, sepse 5 ditë i kishte lënë afat kuvendit që të kthente një përgjigje për Belinda Bollukun. Niko Peleshi kishte mbyll derën. Vinin ata deputetët e PD-s aty, rinin pas dere. Dhe pristin që të hapej dera që të kishin një përgjigje. Dhe unë mendoj që nuk ka qenë rastësi sot kontrolli i GK-s. Pra, duket sikur SPAK ka një strategji, duke ditur se si do të veproj Partia Socialiste me zonjën Balluku dhe që po tregon që do t'jetë mburoj dhe do të përdori forcat e kartonit për mos të lënë arrestimin e zonjës Balluku. Pse do të arrestojnë? Pse çfarë ishte atë Gjoj, ti miku jon Gjoj, Mëlsia? Po ja, ta mbaroj një se pastaj unë nuk e di pse. Po pse tu mburoj? Në çfarë sensi? Do ta mbrojnë me kartona. Po çfarë bëjmë? 83 mos t'iqet imuniteti, nuk do ta lënë. Po ç'a ndodh po e mbajnë? Po këtë nuk tre deputetët mos gabojnë të opozitës që të përshpejtohet procedura. Të përshpejtohet. Pa të thash më prandaj. Po, edhe kjo është e rëndësishme.
Po nëse më ne unë nuk e di si mund të qartë me ata që na ndjekin. Po nuk e di si prekëtoja se këtë do të them. Si interpreton këto mesazhe? Po këtë do të them se do të vi këtu Marsit. Oligark trajtohet si ushtar, i pashpresë. Do të vi këtu sepse unë të kam thënë. Se bën ai retorikën e pritani, mos thuaj di tani ku dua unë, di tani. Dhe do të vi në këtë pikë tani dhe dëgjoje. Aktualisht GKK-ja ka hyrë tek pjesa e biznesmenëve. Pse? Sepse kjo është një dosje në fakt që ka thesare. Këtu janë investuar miliona euro në rrugët. Po dalë më ta mbaroj, po tani do më lejosh ta mbaroj. Po dakor të për mos e ashtu, dhe po më lejo do ta shpërndaj sepse unë po i flas qytetarëve, pastaj të vit kthej dhe përgjigje ty, do të flas vetëm me ty. Sepse e kam bërë shkrim Marsit, siç kam bërë ato shkrime të tjera, kam thënë Edi Rama është oligarku kryesor. Këta tjerët janë individ të cilët njësoj si administrata do duhen të punojnë. O i bine Ramës ose dalin jashtë loje. Ky doli më miku im. Gjashtë ku kemi merak se doli ky. Ne s'kemi as kursim pra s'këm. Si merak ka dal Bashkim Ulaj si emër sot mesazhe, nuk kanë dalë të tjerët. Po i bëjnë derë në jetës sot. Pse i përmend Balluku të tillë? S'po kupton. Çfarë do të thosh? Ky ka dalë me fakte normal. Po më bësh Thuman Kashar. Po. Thuman Kashar po jetohet nga Spaku dhe është 100 milion euro. Dhe këtu Spaku, duke jetuar Belinda Ballukun që shpërndante, do duhet shikojnë si është bërë kjo rrugë. Po. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur pastrim parash, janë zbatuar, janë fryrë ato çmimet, pra e gjithë procesi, sepse ka marrë një prej akseve që jo vetëm është një nga akset më të shtrenjta, por që të kalosh aty, do duhet dhe të paguash. Dhe tani SPAK do ta kalojnë kontroll të. Por këta individ, Marsi, po ta them edhe një herë, duhet kuptojmë metodologjinë se si funksionon Rama në optikën time. Unë kam qenë gjatë gjithë kohës që oligarkët apo biznesmenët nuk kanë qenë njerëz të cilët janë imponuar Ramës. Prandaj të thash shkrimin. Tani ti s'do të dëgjosh dhe se më thua mua. Jo, po dëgjoj me mendje, mos u shpërnda. Ma shpjegoj jepi, mos më bëj not, ha. Rama i ka trajtuar të gjithë si ushtar. Politika në tërësi, që mos t'ja lëm vetëm Ramës se do të dugemi të padrejt, secili prej aktorëve politikë që ka qenë kryeministër i këtij vendit, i ka pasur ushtar, nuk i ka pasur as si biznesmen nuk i ka parë. Sepse duke pasur pushtetin politik Marsit, a i delegonte pushtet ekonomik. Dhe këta, dhe kur të kam bërë analizëm se Berisha është i dobët, kam thënë i mori Skalionin e 5, Skalioni 5 ishin Vis Roshi me shok në për grupe kriminali që i bëri deputet, të kam thënë i mori Skalionin e 3, që Skalioni 3 ishin oligarkët, dhe të cilët bashkëpunonin me Berishën dhe ky amori ju hodhi më shumë ushqim në tavolinë, ata thanë, në këtë ushqim ne ham mjaftueshëm. Dakor, nuk teqa si presë, po them rrim të rasti konkret. Po të rasti po të vim, ç'a do t'i them këti tani? Ç'a do? Hajde ta shajmë tani. Unë po them thua ç'a do. Unë po them që këta zotrin, si gjë që përfaqëson ky, është që këta përfaqësojnë biznesmenët kryesorë të fuqisë dhe televizionet. Kaq, dhe ta po dalin të tani më dëgjoj të lutem. Në dëgjoj se kjo televizionet do të them diçka, këtu kam qëndruar gjatë gjithë kohës. Televizionet, vlla se kjo është çështja. Më vetë që ka marrëveshje të mëdha më burr. Po tani më lejo se unë do ta them. Ja këtu do të them. Teza jote po del. O Marsit, por televizionet, vlla më dëgjoj pak. Që këta nderin e pas ka Ballukut, sa pas ka Ramës. Ramës e kanë gjithë ata. Po thot, nuk i ka. Unë po i bëj internetin. Belinda Balluku duket që është. Hiç apo e kish kupton. Ai thot zonja se e kupton fare. Unë mendoj. Po bëj unë thot, sot ja bën Rama. Sepse çdo njeri Marsit, më vjen keq tash. Se çdo njeri. Tash mos e çojmë kot, po tani më unë mendoj aktivizëm. Po e thamë ka bën Rama, na doli Balluku e pafajshme. Balluku thotë bra unë. Ja thot drejtori ditë unë thot, po e bëjnë derë në jetës. Se ore kupton çaj gjuhë është i pa shpresë dhe izoluar. Po mirë më se kjo nuk tani më dëgjoj çiko Marsit. Shumë si ta kuptoj këtë ndryshe. Po ja më po ta them. Po thotë që shqyqyqën e randor, kështu se s'ka më nga na lëviz. Kaq. Dhe njëri i pa shpresë, si mund të thuash te mua si e bën këtë? Unë po them, ky njeri i pa shpresë. Ai pas ka qenë sinemor. Po, tamam e po them. Tani, o Marsit, njëri i pa shpresë, kjo është diskutimi i normal. Po. Dhe një njeri i izoluar siç thot ajo. Dhe un kam informacion që në atë kohë ka qenë edhe izoluar, leca. Po pra po, nuk ka se si mund mos i shërbej. Më thoj ti mua se unë kam parë, unë kam qenë vetëm,
Kam bërë debat, kam replikuar me indektues emisioni, në televizionin e Zotrisë. Se më tha mua s'ka fakte për Ballukun, sa u hap si bisedë. Ne jemi në fakt check. Ku ta tregon tash ti? Po tash mua po më thati që s'është e vërtetë. Mua më thua atë që ku hapi tituj, ku ke tituj për Belinda Ballukun? Se tash s'do të flas se ti të radikalizon. Ku i ke hape? Po çfarë po më tregon tash ti mua mos kalon fati 50 ditë. Ja ka deri në zonjës. Po ja kam po kjo çali. Çfarë ku ju Rama këtu? Ku ju Rama? Po Rama është njeriu më i fuqishëm të vendit se zonja Belinda Balluku tani se në merua të burrë. Është tjetër gjë. Unë po them normale nderi mund ta ketë ajo në optikën time vëlla secili prej këtyre dhe zonja Balluku. Në optikën time është një njeri i cili çfarë thoshte ajo? Më ka dërguar kryeministri takoj atë. Këtë rast po po ti thua mere si të mund thua. Nuk thotë kam prosi nga Palloshi. Jo, tani Marsit. Tani nëse qëndrojmë në diskursin tim, mos thuaj hajde analizo këtë që të them una. Tani un po të analizoj. Po ty të duket sikur puna e këtij zotrisë është punë objektive? Këtë po më thua. Kush më në funksionin mediatik po e marr si shembull. Si në funksionin mediatik? Ka për punë objektive ky në transparencën në opinionin publik. Ky rasti i këtij. Ja ta them unë tani. Ha më jam më përgjigj, po mos bëjmë se gjanë se kur kam një interes aktuar që s'ka me çfarë interesi do kesh ti. Vallë me faktin po zbërthej realitetin. Po mërsi, çfarë interesi do kesh ti? Të zbërthej interesin tani po të them një gjë unë tani. Kjo pjesa e medias, që ta kuptosh. Po. Vet zotria në fjalë ka një televizion. Është kështu. Po, dhe ka bërë detyrën në një sekondë nuk ka ti e ke të përcaktuar në ligj që një televizion duhet bëj një detyrë 1 2 3 4, më thuaj pak tani. Kam parimet e gazetarisë. Po një sekond më burr të lutem tani hajde të flasim në këtë realitet. Pastaj këtu jemi në tani a do të flasim? Relativizim, vjen jo, në relativizim nuk të flas. Relativizim është kjo. Dhe unë të them një sekond. Të që s'ka detyrë ligjore që të thot faktin real, siç është. Një sekond më marrësit se televizioni nuk është gjykat. Tani më lejo të them diçka. Më lejo dhe nuk kam unë sa s'mbet von fare. Jepi më. Ai njeri do kaloj nga dyert e drejtësisë. Dhe fati ti aty do vulose. Dhe ka të pashmangshme. Dhe për mendimin tim, kushdo që do hyj këto ditët e fundit në ato dyert, vëlla, në informacionet që ka mund. Kur shyte dera drejtësisë, nga dera drejtësisë do dalin se nuk ka si dalin ndryshe. Ka ika ajo kohë ku dilin me nuk është puna se do dalin ndryshe, po them në sensin që do ketë goditje të forta. Çështja që qëndron këtu, dhe thelbi qëndron këtu, Marsit. Një media, linjën editoriale që e ka të vetën. Doam ne, na vjen mirë, s'na vjen mirë ne, kjo është çështje editoriale e personit që e drejton. Bravo. Se ti nuk i kërkon dot llogari. Si? Bravo, pëlqen. Po jo, nuk i kërkon dot llogari ti, as mua, as ty, as Ani, ne si kërkojmë ndonjë njëri llogari, pse mban ti këtë linjë editoriale? Atë linjë editoriale kanë. Ti tani do thuash këtë gjë. Që ky zotria e ka dhënë në funksion media. Po jo, po ka dhe linja editoriale ka parime, Mral, ti mbi qëndron parimeve. Po tani çfarë lidhje ka me mua kjo? Jo me ty, me ata vet. Parimi. Po ata nuk i kanë shkelur parime, nuk duan t'ia din. S'duan t'ia din për parime. Po jo me një sekond. Po thuaj që kanë shkelur pra parime, të po thotë ky. Po ta them. Ore, se kuptoj, ti the ka linjë editoriale si kërkojmë dot llogari. Jo, ai përballë opinionit publik ka dhe detyrime. Se edhe un kam linjë editoriale. Patjetër dhe i qëndroj asaj dhe i them un kam mbajt të linjë editoriale sepse këtë unë mendoj se kjo është si ti thush dikuj ti pse voton akoma PS-n që të vjedh. Atë kam qef, thot ai. Pa ma, PS-ja vjedh. Kaq po themi edhe ne. Kaq po mundohet, thot dhe ky. Në këtë sens, pra, parimisht, linja editoriale është në rregull, nuk e detyrojmë dot. Pa është në rregull linja editoriale e atij përballë opinionit publik? Kjo jo. Kjo jo. Po të po themi pra kaq po thot dhe ky. Kjo në gjithë mediat në Shqipëri, po të shohim, nuk ka... Jo Shqipëria, po dhe në Kinën, në Amerikë, po flasim Shqipëri, dakor, në Shqipëri nuk ekziston. Okej, dhe në Amerikë. Atje funksionon shteti, funksionon dhe reklama, funksionon financime, funksionon dhe lobimet. Tu funksionon dhe top kanali, Braçi, s'ka dhënë asgjë, Syri TV, Meta Kompani. Po nuk po them që nuk i thua dot, o Marsit, nuk po them, ore nuk është edhe topi është marrë, ku dëgjon tani? Po tani nuk është puna se janë marrë këta pafund, se këta siç janë marrë kanë bërë dhe reklama, tani nuk do hyjmë në këtë pjesë, sepse Oani nuk është, ma beso, njeriu që do të luftoj pa drejtësinë, se nuk e bëjnë gjithë. Zgjedh një metodë që ta luftoj dhe ka plot mënyra.
në qoftë se ti do të sulmo zonjën Balluku, në qoftë se ti do të tregosh që Bashkim Ulaj nuk është treguar korrekt, ke rrjetet sociale, ke TikTokun dhe bën namin, e bën lumë, qoftë se do të shpresh mendimin. Këtë doja unë t'i thoja Marsidit. Prandaj thashte mediat. Mediat janë algoritmi i fundit në këtë situatë, Marsit. Situata është vëlla. Tashma. Në marrë se një nga komponentët, po. Oponentët shumë të rëndësishëm. Që është ashtë për gjithë me i media, e bën të doj forme, unë pasaj mlin dyshimi si e bën punën me koncesionin, mlin dyshimi si ngre pallatet, si është cilësia punime. Po, Marsit, shumë të drejtë keti të ngresh do... Kur e bën shqyqare... O, Marsit, ti ke të drejtë të ngresh do pyetje të mundshme. Prandaj po them, dhe prandaj tashmë, dhe kjo çështje, spaku, se këtu do të lidhja. Këta nuk duan të dorëzoj PS-ja Belina Ballukun, me që kanë në mendje, dhe këta tani thonë, me ka bashkëpunuar Belina Balluku, ka bashkëpunuar me Bashkimin, me Rokun, me X-in, me Y-in, ne hymë të këta. Dhe këtu ne gjejmë gjithë sistemin që këta janë bërë bashkë për të mbajtur këtë sistem këmbë. Me mekanizma të ndryshëm, me ky është qëllimi, prandaj po them, dhe prandaj tani sa që fillim në panoram të madhe për të arritur te përfundimi. Përfundimi është që spaku do të bëjë çdo mekanizëm për t'i goditur këta. Edhe sa do të prodhoj krizë, sepse unë nuk kam parë Marsit në asnjë moment dhe nuk e kuptoj dot Edi Ramën, sepse ne tashmë moralisht s'po e marrim, por dhe moral që mban një krizë brenda qeverisë vet, më shumë dëmton Edi Ramën, nuk dëmton gjë. Dhe mos të duket çudi Marsit, dhe në optikën time, ky akt që firmosi Donald Trump që do hyjë brenda 90 ditëve në Ballkan, në qoftë se Rama do rezistoj pafund kundër spakut, mos të duket çudi që të plasin non gradat këtu. Dhe në qoftë se qeveria Ramës brenda ekipit vet ka për plasje me non grada, dita e tij do të thënë ai do iki jo me turp, po nuk e ke ide se si do iki. Kështu që këtë po t'jap gjithë panorama. Vetë zoti Rama tani do të zgjedhë, sepse kur diskutohet, unë marr hierarkin, piramidën. Unë nuk ta diskutoj dot me parcelizime, sepse nuk përbën rëndësi një emër, përbën rëndësi sistemi. Dhe po ty është në emra, do gabosh. Po të analizosh gjithë sistemin, çfarë ka ndodhur, si janë marrë parat tona, si janë keq përdorur, si janë vjedhur, se ata kanë hyrë në zemër kryeministrisë së Marsit. Duam ne, s'duam ne, ato janë indicie, ata janë pafajshëm deri në moment sa të ketë një vendim, po ty me një person ti merr ke 10 milion euro tender, po këtu si merr ke ti 10 milion, ç'a bën ky personi, magji bën ky? Se dhe ajo që ishte deputete që lexonte Filxhani Niku u bë opinioniste. Tani në këtë situatë, këtu alarmi ka rënë, domethënë, brenda bomba i ka rënë brenda kryeministriat, përpara e ka pasur jashtë se i largonte. Tani bomba i ka rënë brenda kryeministri, apo murtaja, po ta them, se bombë që e shkatron çdo gjë. Kjo murtaj, ai o do ta zgjedhë që të negocioj me ndërkombëtarët, ose ndryshe pastaj Marsit, ai aty do bie një bombë e madhe që as Rama nuk e shpëton më. Kush ai ta zgjidhë? Rama, them, në sensin mund të ketë negociatat e veta me mënyrën se si mund të bëj hapa pas. Për shembull e para që mund të lëshoj zonjën Balluku, ti thot më vjen keq, po për PS-n edhe për të tjerët na mbajmë mbi supe, nuk mund ta mbajmë dot mbi supe një zonjë të tillë dhe te lë te drejtësia që të veproj. Po pastaj. Te akshi do le edhe këta takshin. Po ti lej. Po do le edhe familjarët. Ti lej. Po tani ti lej, mo çfarë të bëjmë? Ai do të shpëtoj veten e vet, Morani. Po si e shpëton veten ti kur këta që ke bashkëpunuar janë gjithë po tani të lidhin me ty? Ai këtë gjë tenton. Po besoj se nuk besoj se është. Po mirë, pastaj po i mbajti tërë aty, ata do ndodhi kjo. Ai shpreh qartë që nuk kanë për ta lëshuar. S'ka për ta lëshuar, non grada. Bam. Po mi më lën non grada se nuk e përcakton ti. Problemi është që ai thot nuk e lëshoj. Fare, s'tu ta lëshoj. Dhe prandaj ta bëra pyetjen parë dhe nuk më përgjigje. Si e mbron Rama Ballukun? Po me kartonat më bro. Ai ka kërkuar spaku arrestimi. Po. Tani me komisionin ai ka numrat më shumë, thotë jo nuk e lejoj. Po, ç'a ndodh? Kaq. Pse arrestojnë dot, mos e heqin imunitetin. Po, okay, se heqin dot imunitetin. Ç'a do ti? Po, pastaj ç'a bën? Ç'a ndodh? Do pritet hetimi.
do pritën akuzat, do pritën gjyqin. Ore, unë nuk e di që ndodh më pas se si do veproj Spaku, se unë nuk Se jam ti e di prokuror. shumë mirë, po si që ti, ju nuk ka lidhe fare kjo gjëja me gjyqin më normal. Ore, do vazhdojnë. Si do vazhdojnë dhe do dënojnë dhe bën burg. Qa ka këtu? Qa pse përzite? Po. Nuk është në thel, prandaj po them se besoj jo ti, nuk është vetëm faji, Po po kam dëgjuar shumë. mbase intimidon dëshmitarët ajo. Zemra Intimidon dëshmitarët, morane, një punojse të vete ka intimiduar aty. Do malesh ta seroj. Po. Pse nuk intimidon dot më dëshmitarët? Pse? Ja, me radhë. E para e njerë, nuk ka lidhje fare nëse arrestojnë këta Balluku, nëse se arrestojnë. Kjo është pordh me rigon kot. Se nuk ka lidhje fare me hetimet, as me procedimin dhe as me gjykimin. Zero imuniteti. Ne e shef nga televizori apo nga si me thëna, e shef nga studio apo nga shtëpia programin që ti ke qef, mi fjerë. Nuk ka rëndësi, programi do zhvillohet me tjetën skalet, me tjetën struktur, me tjetën skenarist, me tjetët aktor, dhe do shkoj deri në fund. Kështu që nuk e mbron dot Rama pjesën e procedimit, as gjykimit, zonjë Balluku, jo të Ballukut, po tas kënd në botë, nëse do drejtësia. Se thash dhe njerë ka ikur koha e drejtësisë me raporte. Pjesa dytë, për punën e provave që intimidon normal, kjo është pordh me rigon prapë e Spakut. Për të të mushur mendjen ty, po, durëm? Se atë po them, që të kuptosh. Për të mushur mendjen ty dhe kushdo tjetër, që kjo tani filloi të prishi provat. Po. Dhe tani e du arrestimin. Pse? Që të kuptosh ti pse janë të poshtër ata me lojrat që bëjnë Spaku. Prandaj po them që unë s'jam dakord. Unë jam që zonja do të ishte në arrest që ditën e parë. Që kur është kap Viz Berberi, që në 2024-ën, zoti Ermal Peçi, pse? Dhe më kupton mua. Sepse ndoshta shumë gjëra tjera, tendera e këto, gjithë këto tjera, milionat që janë zhdukut, aeroporti, Leshi, Preshi, ndoshta nuk do ishim për. Po prit. Të ta bëj. Shmange dëm i shtetit. Pra, prokuroria nuk ka fuqi prapa vepruese. Por çka ka prokuroria? Nuk është si policia që edhe parandalon, për shembull një gjallë kriminale ka personin për shkak të rrugëve operative dhe informacione dhe kap edhe nuk lejon që zhvillohen gjëra kriminale. Ai duhet kriminal, vrasës apo çfarë do lloji qoftë. Kap një fëmijë që ka një thik, kap që mund të plagosi një bashkëshortarin e tij, të thash prokuroria të vetëm mas parandaluese që ka është që të dënoj një subjekt i cili është i prirur të bëjë krimin. Ta kapi përmes provave dhe fakteve dhe ta gjykoj gjykata, jo prokuroria, që këtë mos bëj më, mos përsërisi veprën penale. Prandaj, kur je përsërit veprën penale është edhe me i rënd, apo jo zoti avokat, dënimi, se ka sisteme dhe prokuroria. Provat për Ballukun, Ermal, dhe du t'ja shpjegosh, kur dalësh në televizion, t'ja shpjegosh dhe atyre që ndjekin ose atyre që kemë përballë, se unë e di që ti e ke bon sensin dhe unë e vlerësoj, e di bon sensin tënd, po që se të të bine njëri përballë, provat i kanë pas në mars 2024, Ermal. Që në momentin që është bërë arrestimi, po i zotit... Pse është vënuar akt ekspertimi? Të lutem, Aleo, të kam vlla, të lutem se të kuptosh. Unë e di bon sensin tënë që pse e thua ti, po ngatrohesh me vetëm me ja dy gjëra që janë teknike dhe nuk ke faj ti. Ta them sinqerisht. Unë i di se pyes gjithë njerëzit se si funksionon në gjatë gjithë kohës, me e di procesin se si funksionon pak a shumë. Akt ekspertimi nga 2024, mars 2024, në nëntor 2025 janë 1 vit e 8 muaj, tani 1 vit e 8 muaj. Qarë e pengoj, ca thonë jo po hetimet kanë kohën e tyre, absolutisht. Pa e kishin provat e bisedës zonjës për këtë? A mund të bënin arrestimin që atëre këta? Bam, dua, po kam kaq prova, pastaj mbajmë burti. Bëj 2-3 vjet, ke mundësi deri në 3 vjet të kryesh hetimet. Pra 2 vjet të kryesh hetimet, në 3-ën dalësh konkluzione, të nisësh procedimin edhe ta çosh në akuzë për gjykim. Kishin kohë boll. Më kupton, nëse do donin të parandalonin, më beso për këtë. Se do të them dhe tjera të bukura, po vetëm më dëgjoj pak me vëmendje, të kam vlla. Rasti i Spakut, shikush ishe problemi. Rasti i Spakut është që e kapën Viz Berberin 2024 dhe thash dhe për Benet Becin që ishin bashkë? Po. A ishin 2 raste analoge? 2 raste analoge. Te Belinda, a ishin të 2 biseda? Te Belinda ishe për favorizim, Beneti fliste për kemi marrë para, mi jep mu parat, kaq lek. Ignorantëve kaq, ne kaq, apo jo?
Benetin pse s'japin mas arresti kryetar bashkie edhe sot. Po këta s'paku të vëllai. Këta janë. Nuk jam unë. Mund të kemë bërë një filtr tjetër se o Andri. Një sekond, prit një sekond me vllajin ta. Okej, po prandaj po them pra atëherë mos ecim me parimin. Pyetje edhe tani unë. Jo, pse jo mund të ketë bërë filtr tjetër, do ma thosh konkretisht argumentin po sepse se nuk jam unë as prokuror as jurist më Andri. Po jo pra të më jo, po vetim është si Ermal si individ që e njeh mirë këtë gjën. Jemi më fal, ne të dy më vlla. Jemi ne të dy. Ky është prokurori. Na kapin për Gjojnë, kemi biseda me Gjojnë, unë flasë me Gjojnë për çështje lekësh, merë t'jap kjo është korupcion. Po hyni leku, është korupcion i pastër. Edhe neni është ndryshe, nuk ka lidhje më me favorizimin e Belindës. Kurse ti ke thënë, merre këtë kamerën çoja atje, t'ja japim atij televizioni sepse kështu më intereson mua, ky është favorizim i një televizioni dhe ke disfavorizuar televizionin tjetër. Tani ky zotëria më kap dhe mua dhe ty. Dhe ky thot, ti do shkosh në burg që thjesht ke thënë kamerën, mos ja jep ti televizioni për televizioni tjetër ta përdori, kush unë që kam folë për lek, që jemi kapur për nga njëti telefon, nuk marr, jam kryetar bashkie sot, tani të lutem, dhe nuk marr mas arrest me burg. Tani, a janë dy standarde këtu? Sipas logjikës tënde. Po. Ja, tani unë e spakut, prisë, s'kam mbaruar, po vëthi përgjigje për këtë. Të lutem, po. Të vazhdoj apo jo për këtë, vetëm për këtë. Kaq. Vetëm për këtë, po mos më devijo nga biseda. Po nuk të devijoj, po do të them atë se çfarë di se unë s'kam marrë një përsipër as të bëj avokatin e spakut sepse po pse ata që ndin nga shtëpia janë të gjithë avokata. Po një sekond. A janë të gjithë prokurora gjyqtar. Tani jam flas për logjikë vëlla tani. Ne prandaj jemi t'ia thjeshtëzojmë pak dhe të përdorin logjikën dhe ata që mund ta njohin dhe më mirë se ne këtë gjë. Unë gjatë gjithë kohës kur dal në media. Po. Unë i kam qëndruar parimit që çfarë nuk është e profesionit tim, nuk i marr në analizë dhe nuk hy në fusha të cilat unë mendoj në deduksion. Që ky po e mbron. Ai është të dalësh në analizë dhe në profesion që ti nuk e zoton. Me kartona, ai në fakt nuk e mbron dot. Dhe është e gabuar si teori. Fakti që ai nuk fakti që zvet zoti Rama nuk thot dhe nuk ndjek rastin që thot po të mblidhet komisioni, vetë zoti Rama ka thënë. Jo, ndodhen me atë komision këshillin e mandateve. Ja, më lejo. Thjesht ato quan 10.000 faqe. Aty ai tha pritë. Quan 10.000 faqe. Zoti Rama ka thënë, un jam njeriu i cili ka bërë reformën drejtësi dhe ka thënë kush ka probleme me drejtësinë s'ka pse Partia Socialiste. Tani këtë ta leu mua më smlashti. Po të retorik më burë, po tani... Po s'ka rëndësi... Tu jemi përballë fakteve e kam fjallën në burë. Nuk po të godas. Po nuk po them se po më godet mua... Nuk po them, është retorik që mund të përdorësh në kontekste të ndryshme. Nuk është retorik, se është politikan, Andri. Retorik mund të bëj unë dhe ti, po jo më pëse që është politika. Politika, retorik është. Po jo më Andri, politikani mban dhe qëndrime tani. Po pra ishtë qëndrimi. Qëndrimi është që ne drejtësis kush ka probleme personale, s'ka pse ti bet pëses misupe, ti kitë vej. Për sa kohë nuk shikoj që Rama ta mbaj këtë diskurs. Benet Beci është në punë. Më lejo të bëj tani. Belinda arrest, ma shpjegon. Po ma the, unë nuk do të vijate, kjo ti vetë ma the. Më fal, po. Dhe të ktheva përgjigje për këtë. Po thjesht. Tani, te kjo me Benet Becin, në parim, si që shikoj, dhe si ma Si që shef, po, ka dy Kjo është standarte. situata. Ka më dy standarte në këtë pjesë. Por, unë mendoj diçka tjetër. Duke qenë se zonja Belinda Balluku presupozohet dhe ka më shumë fuqi dhe pushtet, tani kjo është mendimi im, po mund ta kem gabim. Jo, se ke gabim, fare. Jo, po them në sensin, kanë dash të bëjnë dhe disa hetime më të thelluara, që më zgjenë dhe një rrjet më të madhe të kapin dhe peshkaqen, siç kanë rënë këta peshkaqen të tjerë. Dhe unë tani nuk e di çfarë trysnie i bë. Po kjo që kanë marrë punë që është peshku vogël, kanë marrë punë që me këtë që s'kan kap një gjë tjetër, pse nuk e çojnë burg? Me këtë sens po them. Prit, më fal, të i dashur. Ja, këtu ke të drejtë, ti po nuk ta shpjegoj dot unë këtë pjesë. Ja të shpjegoj edhe pyetje tjetër siç ja bëj për atyre që na ndjekin, në respekt të këtyre 50 personave që po na ndjekin për momentin. Që i përshëndes dhe i dua fort dhe na bëni subscribe, like dhe na jepni një ide me ndonjë koment saktuar tek antena. Nga data mars, thash, ka 1 vit e 8 muaj, po më ma the. Në sekundi, e heqin Benetin, nuk ekziston më. E thash një për standarde. Nga data mars deri në nëntor janë 1 vit e 8 muaj. Kjo zonja
bëri zgjedhjet në maj të 2025-ës, fitoi 12-4 mandate në Fier, e shpartalloi Fierin dhe Gazbardhin me gjithë influencën e saj, ndoshta edhe prej këtyre biznesmenëve, klientë, qeverisë, medias, dreqi shejtani, paras që presupozohet nga SPAK-u. Ma leo. Tani, u bën zgjedhjet, me fjalë, këta lejuan që nga akti ekspertimi ta zgjasin 1 vit e 8 muaj, 1 vit e 8 muaj janë shumë erman. Se 12 vjet është maksimumi një jetimi. Tani, 2 vjetë, po a janë brenda ligjit ata? Nuk po them se kanë shkelur ligjin, ma kuptoj drejt. Po unë e kuptoj ç'a më thua ti, po tani, ore, o Marsit, vjen nga jurisprudenca se s'do bëj unë. Tani, ai që ndroi ligjit, nëse ligji to 2 vite, ata kanë drejt veprojnë në bazë të ligjit apo në bazë preferencave tona. Jo, prisi, s'kam dalë aty ku dua dal. Okej. Një sekond, ma lejo, 1 vit e 8 muaj. Kemi Ramën. Krye banditin. Tani 1 vit e 8 muaj, këta njerëz e lanë zonjën që të bënte fushat, vithe akoma tendera, të jepte koncesione, të shpërndante parat e popullit të klientët biznesmen apo klient kriminal që kishte kjo pranë vete saj që ne e kemi ditë shumë mirë, e kena denoncu se s'jam të mbrojt Belindën. U lanë të bëheshin zgjedhjet. Marot e Rama të fitote 12 mandate në Vjerë, e pritën të zgjidhë dhe të rikonfirmon të Rama zëvëndës kryeministre dhe ministre sërish e transportit dhe energjisë, që unë nga kjo studio të kam thënë që kjo zonja ka qenë për t'ikur dhe kjo e ka rikonfirmuar se kjo i ka bërë presion, për para se ta kapte SPAK-u, në thonjza për para se t'jepte masën detyrim paraqitje. E la 1 vit e 8 muaj, këta 1 vit e 8 muaj nuk ishin shqetësuar që po vitheshin paratë e shqiptarëve, këta 1 vit e 8 muaj nuk ishin shqetësuar që mund dëmtoheshin provat, këta 1 vit e 8 muaj nuk ishin shqetësuar që mund të shantazhoheshin personat. Ata mund të kemë bërë time paralele moranëri. Ndërkohë që e kam pasur në akt zbërim, mund ta kenë monitoruar përsëri. Tani, e pe tani raportin e SPAK-ut apo jo? Tani unë po them. Doli llogaraja, detyrim paraqitje, pasaporta. Doli loti 4, u dha pezullim. A kupto, loti 4 pezullim. Pastaj doli lotet e tjera, tani e dum të arrestojmë. Po nuk bën logjik kjo. Nuk ka masa shtrënguese që sa vine shtrëngohet. Pastaj tha, me te loti 90 i bie të avarin litar. Nuk funksionon kështu drejtësia. Nëse ti i bindur të fajësia personit, sepse si e para, si e dyta, si e treta, nuk flasin për lek, por flasin për favorizim, nuk flasin se ka shpërndar para dhe ku janë dhe nuk i kanë gjetur akoma, nëse është prap favorizim, nuk e pse kaloti detyrim paraqitje. Se nuk kam, do më thënë, Marsit, mund t'japësh një pjesë edhe të bazuar në ligj që mos bëj juristin se e kam bezdikur. Unë për ligjin po flas, nuk po flas për ligjin. Pra, shkurtimisht fare, çfarë do të dish? Shkurtimisht. Pra, çfarë ndodh? Në këtë 1 vit e 8 muaj, që ata i lejon ligji. Ata, do më thënë, anëri Jo, a ka vjedh më Balluku po pyes. Po nuk është, o anëri, një prokurori ka hetime, nuk ka halli na vjedh Balluku se si vjedh Balluku. Si vjedh Balluku është dhe përgjithësi. A ka kërcënuar dëshmitar? A ka tentuar të pengojë drejtësinë? Mund ta kenë monitoruar ata. Atëherë se e kërkon masën sot. Sepse ata sot kanë monitoruar gjithë panoramën dhe ka një panoramë plot. Nëse është faktuar që në atë moment, mbas përgjimit telefonit të zotit Mazjes bisedave me saktë përgjimit se e thash gabim, të zotit Eviz Berberi, dhe është faktuar që përdorësi telefonit tjetër ka qenë zonja Balluku dhe ampar bisedat, duhet vepronte më përpara, më herët, e pra një shmang vazhdimin e abuzimit, dhe 2, një personit tillë, sepse di pse, me të drejtë mua mlin dyshimi. Ore mos të zgjidhe Balluku dhe shkonte jashtë. Si do e kapnin këta? Në 11 maj nuk e zgjidhe Rama, as po më fal. As deputet, as për shembull po e ngej kështu, po e bëj kështu në mënyrë si quhet, abstragimi. Nga e dime që s'ka pasur sukse të caktuar që i ka dashur Ballukun jashtë për deri në ditën e zgjedhjeve, bi fjala. Po pra. Ose e dëmtonte shumë para zgjedhjeve dhe çuara Ballukun në akuzë. Me drejtë unë besoj. O Marsit. Këto flukse e kanë o Marsit. Dhe mua tash këtu me narrativin që the përpara se ku ka fajin Sali Berisha që pse sa kemi me ty. Normal, ne kemi me ty debatin për zotin. Po, anëri tani ama në burg ky muhabet do bëjmë ne, po e di që se kemi mua ne po diskutojmë. Tash ma edhe fajin Sali Berishës. Tani po Berisha ç'pun kanë këtë pjesë. Po bi fjala pra. Se janë se duke qenë se është ideja që këtu pushteti i jepet, kush e ka dhënë? Ka dhënë pushtetin me marrëveshje Berisha apo ka bashkëpunim me SPAK-un? Po ti kështu.
Tani unë nuk e di ku ma nëzore Berishën këtë Po, pjesë, nuk e Billafi di. se- Jo, se di se s'po binde as te mua, as te Ani, nuk e di si doli këtu Berisha, po ta E nxjerr them. Berishën sepse një nga ato që flitet publikisht është që Partia Socialiste na fitoka se Berisha si alternativë. Tash na ditë një fakt që Partia Socialiste fitoka dha sepse u suportoka nga struktura të tjera, nga linjat të strukturave të tjera, mos e bëjmë pis gjithën se. Po me mirë, drejt, nga linjat, si me e veti. struktura tjera kemi thënë këtë, po tani po të qëndrojmë këtë pjesë. Po. Dhe ta kam thënë, kjo nuk ka lidhje që e di pse nuk fiton Partia Demokratike, Jo, është mrit e kjo problem pjesë. problem Pra, tjetër. Unë ka- kaloj te kjo. Ka një gabim këtu? Pra, Në me që e shikon? tani ka diçka. Ti thua që Spaku mund të ketë eminenca aty, apo mund të ketë individ cilët kanë dashur që kjo A zotëria... ka qenë gabim mos çuara në procedim e zonjës Balluku që në momentin që është faktuar që përdoruesi i telefonit tjetër në cilin janë bërë këto biseda për shkeljen para asistenta, është vetë ajo. Sepse- Dhe është pritur Ja, një periudhë ma- gati një vit, kaq. është Kjo pritur është një- përgjigja. Tani një sekondë, se tani ti je avokat. Mund ti ta e di dhash që- përgjigje nga ana avokatisë. Po ma thuaj se... Diskrecioni vëlla ndikon në kushtet e rrezikshmërisë se ka subjekti që dyshohet për kryen e veprës penale. Po. Në qoftë se unë jam vëlla kryetar kartelit dhe në një përgjim del që unë e kam vrarë dikë dhe po përgatisem plan për të vrarë dikë tjetër shumë shpejt dhe ti procedimin tim e shtyn sepse thua dalë Ata se kanë shtyr procedimin, ata thjesht mund të kenë jetuar akoma më shumë amarsit. Pra, si që ndodhë në Itali, që kur kapin një grup kriminal, kapin 300 Që ka veta. ndodhur gjatë vitit që ajo është bajtur. Tani, një sekond, një minutë. Është koncesioni Tani, ka që po një flasim minutë, sot. të lutem. Përfundimi i koncesionit Jo, rrugës jo, Bashkimit. s'ka lidhje fare. Po vitin e fundit ka ndodhur. S'është viti i Edhe fundit vendosja kjo, e tani trao. mos ja- Kur ka ndodhur më? Ka ndodhur Po ishin që- protestat më ditë Kur ishin protestat, që i bën ta jo para 2 muajve. Diti më qytetarët. Për para kanë qenë protestat. Por këtë Marsit. vit kanë qenë. Po Kur ka ka qenë rruga vendosen me kur është trao. Tani, a do të dëgjosh tani çfarë them unë tani? Po ta marr një rast. Ka qenë kur tani unë po të them kur është bërë Ore rruga. Gonsheja u ngjir kur thoshte se është bërë 20 milionë euro një kilometër. A ka është e Nuk vërtet ka- kjo? Kjo ka qenë Dhe është, thotë, 20 është milion shmim- euro është unaza o marsit, nuk është e njëjta Ka gjë. thënë për rrugën e bashkimit se Po ka nuk pasur ka një qenë e mision. bashkimit, po të them Por e tani për rrugën Thoman Kashare ka pasur. 20 milion, 1 Ta gjej vitet kilometër tash. ishte, nuk ka, o vlla, po të them ç'është fakt. 20 milion ishte kjo që bëri libër Klevis Balliu. 20 milion euro ishte ajo rruga. Olla sot. Tani, ajo sot që unë dua këtu. të them. Po, a dhe është unë po për të të them. rritur e për të vënë duart në kokë se ne merrem me calukse të tepërta. Unë për shembull sa lejoj vetes të merrem të flas se ku i gjen për shembull lidhjet e errta ti klapa kur ne kemi zëvendës kryeministrin që vjen. Se problemi i narrativës publike sot që u kam shqetësim, miku im Erman Sheçi, shqetësimi jot, ne kemi ujë që aty ne merrem me gjurmët. Po, Ore kush po Benita merr me Balluku gjurmët, bashkim ulaj dali sade. Me mesazhe ne merremi kë takoj ti klapa kur po bënte protestën Berisha kush ma pa po merr, kryeministri. mëse ne po merrem Po me jo, këtë. ne ka fjalën Po opinioni ti tani, publik. ti do Ose të- merr për shembull po- sa vite ai donën Ore, po protestë Gorshejaj. Tani, Po neve... kjo është pa tema. Kush janë vëlla sot Ja njerëz që ta marrin them pek unë. sistemin? Kaq. Okej, tani, Marsit, ne kur flasim me njëri tjetër, nuk flasim me përtej... Jo, më shqetëson gjithë tërësia Po ty të opinionit. shqetëson, po të shpun ka mund gjoj shqetësimin tënë, hajde të diskutojmë Po mbi ti çfarë problemin. shqetësimi ka? Ke pse nuk shkon ai Dutenburg? Këtë shqetësim A ka ke më këtë pari? kryesor. Po pra ja ku i ke? këtë- Pse nuk shkon? Po tja po ta dhash një shpjegim. Ta dhash një shpjegim. I cili lidhet, unë mendimin tim Edi Rama duhet ta lëshoj që nezet të donzojnë ke punë me drejtësinë. Bravo. Biznesmenët Kjo shkojnë është- te drejtësia. kjo pra është- Po këtë po të them, unë çka kam 2 orë, apo duhet Dakor. bërtasun që të Po bjem pra, dakord. tash, Po tani s'do bërtas duhet tërkohën bërtasim, në vlla. duhet bërtasim vëlla. E, u. Se na Andre shife, iku nga biseda. Po qa tani po edhe Bëjtë u të lodhe biseda ai. me bërtitur, ja. Po s'me bërtitur kjo punë, po tani se unë flas me të qetë zgjon. Duhet bërtas thua s'ket drejt. Ti njëjtin gjë po them, si me të bërtitur si me të qetë. Që ata duhet kem çdo njeri marsit. Po. Edhe ne këtu 3, në qoftë se kemi një post publik, duhet kalojmë nga dyert e drejtësisë. Kush do t'jetë në 35 vite politik, kaloj atje te Spaku. Po ja hodhi, bravo i qoftë. Nuk ja hodhi, punë për të dhe për familjen e tij. Ne po flasim politikisht, pra unë deri në këto momente nuk kam marrë, madje sot kam një shkrim, Jo, jo, Edi, po ora pse, po po dëgjoj flas për bisedën. ty. Ora, Ata që merren sa veta ka në nuk Ti është klapaj. diskursi, Po, nuk është, po nuk është halli ti klapaj, ti ku ja bën vetë zvedlla. Diskursi Pse është po ti ku janë është rregull? kauzat. A janë kauzat e drejta Po që ti po klapa bën është ti ku? rregull, më valla. Po s'po them gjë që s'është në rregull, ja Po, bën aty, vetë Po, vetë pra. se ishte E di pse e them, se aty se ndëshim merrem me protestën e tikut, pra veçet merrem me rrugën. tani. Edhe me veçet merrem Po, Belinda tani Balluku. nuk- Po hapra o, tash, Marsit, mos ka bëj një sikur shim- s'kupton ti. Tani ka një më Ka. gjatë shik, o Marsit, se
tani bie që ne sulmojmë. Shiko panelin. Tani ne nuk do sulmojmë kolegët tanë. Unë në moment që del një vërtet do sulmoj. Jo, kolegët tanë nuk mund të sulmojmë. Jo, s'po sulmoj kolegët tanë. Po kolegët ata bën gazetari aty. Kush bën gazetari? Unë dhe Andri bëj. Si? Po kolegët tanë, tani e Nuk shqetësoj. kam me kolegët si relativizon, më dha pse shkërmoj Shko, nuk rrit. Ora si i mirë pronta, është i korruptuar themi ne, apo po ne kemi parë policët të burrit, ne kemi miqat ata tani. Po ngacmoi çik më burhëm, e di, dakor, dalte kthem titullin se ky e di unë ku e ka. Ku e ka? Asnjëri nuk po merret me opozitën. Se kam atë fat. Po një sekond më të them unë diskusin, nuk po them se e ke ti. Lëre të flas, i burdhe ti se zis lën. E ke të kiqe. Artikulimi është Omar Seti. Unë sot po mendoja a mund të pi nxënësi Fanolit një verë 33.000 euro. Të shkrim do bëju. Kush është? Edi Rama ka thënë që unë jam nxënësi Nolit dhe Ikonicës. Kështu e kam. Pastaj ikuaj, se nuk e di nxënësi kujt mund të jetë sot. Sot është nxënësi Alibabës, po ha. Dhe ore ka pirë ky mos gaboj, kush ka qenë Macroni më duket me Trumpin, kam pirë duket po prapë atje në çfarë është ajo? Tek Eiffel Tower, te restoranti kam pirë verë shtrenjtë. Nuk ka lidhje kjo. Ata janë miliarder, ora bala. Po Trumpi është miliarder, mor po. E zej, më fal një sekond, të të bëj një pyetje. Nëse ke biznesmen, mund thoshë Marsit Gupi dhe unë e kuptoja, tani hajde këto Marsit Gupi. Nuk flitet, pa absolutisht që mos e ky është relativizim që e bëjmë te vera. Pra, kur kalojmë është simbolik, nuk është te vera. O, po nuk është simbolika te vera, nuk e kam fare te vera unë se nuk kam qenë, kam në sensin që çfarë është bërë me lek të akshit, me të gjitha, kam kontekstin e një panoramë, nuk do merrem me verën unë. Po. Merrem me verën unë se jam marrë kur me verën. Po jo, po nuk po them ty janë marrë të tjerët. Tani tërë për tjerë mua drejtojnë. Jo, po bëjmë tani 6 muaj kemi dëgjuar vera. Vera. Si ke parti zvjen vera me 7 një lule. muaj dëgjuam, 7 muaj dëgjuam brekët, 800.000 euro. Tani kanë nisur, ka një muaj e gjysmë që kanë nisur 300 apartamentet. Pra ky është relativizimi. S'm duhet fare mu. Jo 300, po 30.000 apartamente, jo 30.000 euro vera, po 300.000 euro tjetë vera, jo mbathje 800.000, po 8 milion euro t'i kem blenë mbathje. S'tutja di fare. Këto janë PR. Kjo është puna jonë. Që bëjmë që e ngrejmë stekën, brekësh, ngrejmë stek verash dhe apartamentesh. Ne duam të dim, vlla, ti qa ke bërë me detyrën tënde. Sa para ke vjedh nga buxheti shtetit, sa para ke dhënë për klientët e tu që nuk i kanë të merituara, kaq më duhet mu, se qa pinë dhe qa hajnë, që nuk i fakton do të spaku, se ka qenë vera 30.000 euro, thot ai ma ka sjedh dhurat një miku im nga Kina. Dhe nuk i jep llogari fare spakut atit për këtë pjesë. Nuk është kjo thelbi. Thelbi është, ne kemi ujkun këtu, ti thu gjurmët, jo ti, po të tjerët. Ne po i bëjmë nder Ramës kur e çojmë muhabetin te verët. Ne po i bëjmë nder tjetrit kur e çojmë muhabetet te brekët dhe po i bëjmë nder dikujt tjetër që e çojmë muhabetet te apartamentet dhe na dalin në fund që s'ka as apartamente, as vera, as brek, po lekët janë vjedhur. Ne flasim, ore, ja ku janë lekët? Ja po jam edhe ke përgjim, ajo po thot, ja kam dhënë koncesionin. Ajo Ram Gecin ishte një, unë nuk e di, nuk i kam vërtetuar, them vërtetën tani. Po, se janë indicë. Mos bëjmë edhe unë banal. Thot që më ka thënë KM-ja për kryeministin që në Durrës t'ja jap Ram Gecin, me fjalë, a kishe folë me Ram Gecin se me visit i kishe thënë këtit që takova Berberit për një rrugë në Durrës. Më tha kryeministri e takova duhet i dhënë atit rruga. Shumë bukur. Po. Tani ky është prapë favorizim. Po. Se nëse këto ja kanë dhënë këtit, se puna atyre pse ja kanë dhënë këtit dhe kanë shkelur ligjin dhe puna atyre ata japin llogari përpara ligjit, këtu prapë s'menden lek. Ne po flasim për para dhe parat. O vlla, më thuaj, kjo rrugë ka kushtuar kaq, janë marrë kaq, kujt i kanë shkuar parat? Kjo përmes kujt i ka marrë? Se nuk mund presim ti që t'i heqim mandatin dikujt, ase të bëjmë bie Rama për favorizime. Nuk bie qeveria me favorizime. Qeveria bie në lidhjet e saj me segmente inkriminuar brenda qeverisë që kanë vjedhur lekët e shqiptarëve. Siç ra qeveria e Berishës që u bë
grushti i shtetit në janar 2011, qëra qeveria Berishës në 2013 për shkak të videos Meta Prifti, nëse ka ndonjë video Rama Agasi, fjala vjen, apo Belinda Agasi, që tek folderat e Agasit, ma që informacione sa ka unë, kanë dhe njerëz të Spakut brenda në që e kanë takuar në zyrë. po që si ka njerëz brenda që për më shumë se e kanë takuar. Shumë mirë ta anë gjithë. Po prandaj po them pra që nuk është në thelb, këtu është një mishmash i madh. Dhe në gjykimin tim, do dali, ka këtu është një mishmash i madh. Shqiptarët, për mendimin tim, dhe unë nuk e di sa duan shqiptarët, dua që kjo hemoragjia e parave tona që bën që këta i trajtojnë si kur janë të tyret dhe i marrin dhe i tjetërsojnë dhe nga 2 milion thoni dua 4, nga 6 i dua 12 dhe këtë do e bëjmë kështu se dua unë, duhet të mbaroj një herë e përgjithmonë. Tani, nëse do ishte bërë puna si shduhet, do ishte bërë si pas modelit që të thash unë deri tani, me gjithë modestin. Pra që zonja mos vinte fare në Fier, as mos na shitej as mos takonte as ndërkombëtarët. Se harrove ti që takoi senatorët amerikan? Po, ku Masakuzës ishte. Ai ishte në procedim, ajo takonte senatorët amerikan. S'do doja unë të takonte fare. Senator Bron. S'do doja të ishte fare të kërkonte as vota në Fier, as të mandatohen në Fier. Zonja dhe as të fuste ato sejmenet e saj që kanë gjetë shesh e kanë bë për shesh gjithë taksat e shqiptarëve që i futin listat e deputetëve, se kemi edhe këta larvat vërdall të listat e deputetëve, apo harrove, i kemi ministra, i ku Balluku, po janë ministrat e Ballukut përzgjedhur. Dhe dim shumë mirë, ka qenë i brendshëm, i financave, i mbrojtjes e i drejtësit e i shetanit. Deputet, i tatimeve, Ceno, gjithë ta drejtorët që kishin, vazhdonin qarkullonin parate këtyre, në qofë se kanë qenë kështu ministrat, që janë bërë në emër të kësaj, deputet që janë futur parlamentit Shqipërisë në emër të kësaj, se para 1 muaj, 2 muajsh, më saktë para se ditë, thej që kjo është personi më i fuqishëm. Ta kam thënë. Po pra shumë bukur. Më fal, më të lutem, një sekondë, më fal, mos më ndërprit. Vetëm 1 minutë nuk të kërkoj shumë. Si u bë njëri më i fuqishëm kjo? Se s'veproi Spaku. Në gjykimin tim. Pra nëse 1 vjet e 8 muaj apati, kur ti ke bisedat si që kishin ata, ishte akt ekspertimi, 1 vjet e 8 muaj ishte shumë për mendimin tim. Kjo për mendimin tim, mund të kishte penguar hajdutët të futeshin parlament, mund të kishte penguar ministrat hajdut satelit të kësaj të futeshin në këshill ministrave, në qeveri, mund të kishte penguar deputet, biznesmen dhe njerëz lidhur me krimin që të përfitonin tendera publik dhe para miliona euro taksa paguesve shqiptarë, se janë i vitet 8 muaj, di që thot 1 vjet e 8 muaj, 4 vjetësh për mandati e burr qeverisës. Është gjysma një mandati qeverisës. Dhe në këtë kontekst, po them unë që këta nuk e kanë pas aq qartë se çfarë do bënin me Ballukun. Kur kanë marrë okejin, kanë thënë tani do bëjmë hajdutën qeveri hyn dhe ose ata të cilët janë pretendent për të shkuar pas sekurave, kanë hyrë me okejin e Ramës. Pra Rama ka firmosur listat, Rama i ka firmosur të jenë pjesë. Në çfarë sensi, ku me fjalë, Rama është nuk ka kjo, nuk ka çfarë, po çfarë të flasun tani? Jo më Rama është, po çfarë rëndësie ka kjo? Po ka më një rëndësi. Te Spaku. Spaku ka punën e vet, po të them anëri. Po fes te Spaku, në tim del te Rama. Jo, po të them, po sepse del tjetër gjë. Nëse më fal, do të them diskurs tjetër, më nuk e kam. Okay, jo. Ka që po thoya që këtë mund ta pengonte Spaku. Spaku që kemi votuar, Spaku që votoi Rama, Spaku që kemi dorë të gjitha, mund ta pengonte këtë gjë. Pse se bëri? Lere Rama është hajdut. Po më lejo të them këtë tani. A është bashkëpunëtor me hajdutin? Më lejo të them këtë pjesë. Spaku bën punën e vet. Po. Se aty është Balluku, se ishte Ametaj, se ishte një emër tjetër, metodologjia do vazhdonte po e njëjtë. Tani ti e di shumë mirë çfarë të them unë.
Dhe e kupton më mirë se sa unë se e një më mirë atë S'ka gjë. vazhduar njëjtë, po nese, Metodologjia, thuaj. po metodologjia do Fundi vazhdonte. ishte i njëjtë. Jo metodologjia, fundi. Në sensin si do vepronin individët, më po them, këtë gjë. Po. Kështu që mund të kemi ne ato pretendimet tona në gjithë drejtën e botës. Edhe unë them për shembull vetë që SPAK-u duhet sekuestroj pasuritë. Se neve nuk na intereson a vete balluku pas sekurave, apo kush vete, apo emër biznesmeni pas sekurave, nëse nuk sekuestrojnë këto pasuri dhe të kthyen në të mira shërbime, kopshte, rrugë, rritje rrogash, ka shumë të mëdha këto rrisin dhe GDP-n e shtetit po të sekuestrojnë. Po çfarë ndodh? Në këtë situatë që ne e shikojmë, ajo që mua edhe kaloi në neshtje, në optikën time, ishte fakti që Klodian Brau, kur ndryshoi na Dumani tek zoti Brau, tha do t'jemi më të ashpër dhe do të fillojmë me sekuestrime. Dhe SPAK-u nuk është perfekt. Asë njeri se mendon, ky është ambienti ku kemi jetuar gjithë. Sa po t'jetë eficient. Por mendoj që hap pas hapi do të vi edhe do të jetë akoma më eficient. Po pse është eficient? Pse të prandaj ta bëra pyetje. Iku Balluku, iku dhe Rama. Ngeli Ministri i Financave, Ministri i Brendshëm, ngelen deputetët, ngelen Ministri i Mbrojtjes. Qa më siguron SPAK-u mu që këta tjerët nuk do sillen si zonja që i foti aty, sepse dhe këta kanë vepruar në urdhrat e Ramës dhe Belindës dhe si 1 apo 10 shkele e mendojnë të njëjtën gjë dhe nuk përsëritet historia, kush është garantori i kësaj? Çështja që ndron. Më shpjegoti mua. Dhe nëse nuk do kishte vis berber që do regjistronte me biseda me Belindën dhe nuk do kishte Gjys Agas që regjistronte takimet me klientët dhe se si lëvizin parat, si do i gjej SPAK-u? Do gabonte gjithmonë, o Andrej, gjithmonë do gaboj edhe kur në Itali, kur policia edhe agenda aty hetoi një gabim i mafjes se çon zbërthimin, nëse nuk do të ndryshe, o Andrej. Tani, këta investojnë në teknologji, 10 fish investojnë më shumë në teknologji krimi. Tani se dua, aman të flasë edhe për këto çështje se për zonë s'kam ndonjë qeft madhe. Providenca ka mënyrën e vetë se si e nxjerr. Nuk më kuptove, thash në sensin që në fakti që nuk e parandaluan. Ky ka shqetësimi kur janë, se s'parandaluan. Ore, tumorët, më fal, një sekond. Ti thu tumorët e kanë fillim në një organ. Tani ti e le 2 vjet të shpërndarej. Dhe të mas 2 vitesh është njësoj si doktori të ndryt e organi ku e ke pas tumorin. E hoqi nga organi që e kishe, po të shpërndarë gjithande. Në këtë sens, prandaj po them, puna e SPAK-ut parandaluese është kirurgji që bëhet në momentin e dur dhe aty e ka efektin. Ti tani më ndërhyte tumori, po ai shpërndat organet e tjera, edhe qafsha misheke. Sot qeveria socialiste, sepse duhet shikosh edhe kontekstin politik ku po vepron SPAK-u. Por vlla, prandaj tu po them, pra këta po bëjnë drejtësia, po bëjnë politik. Nëse po bëjnë politik, unë jam dakord, krye kput me ty. Që këtu po bëhet ndryshim, rotacion politik për me SPAK. Jo, nuk ka ndryshim, po të lutem tani. Më lejo. Patjetër është, po nëse jam gazetar është tjetër gjë, po nëse bëjmë politikan është tjetër gjë. Politika është akti administrimit gjithçka e më. Drejtësia, pse ç'është? S'mund të jemi që s'merrem me politikë. Po bëjmë politikë. Po nëse toleronte drejtësia, edhe direkt prodhoj politikë. Jo, po nëse toleron, patjetër pra, nëse toleronte drejtësia, atëherë po bën vetëm politikë, të dua të them, nuk po them patjetër është. Nëse toleronte drejtësia në 1 vit e 8 muaj dhe lejtë të ndodhin gjithë të gjë, atëherë ti po bën vetëm politikë. Ti je duke goditur Ramën, por nuk po godet sistemin e vjedhjeve. As mjedisin. Prokurori politik është, pse për çfarë kryeua SPAK-u? Pse ushtua kujton ti ato edhe grupeve kriminale përveç zyrtarëve të lartë? Pse di këtu që lidha me këto dy afërë? Ore, SPAK-u është krijuar si mekanizëm jashtëzakonshëm në moment që i kërkojnë një gjë nga faktori ndërkombëtar, për shembull Ramës. Zotëri nuk duam ti partnerët e tu, dhe s'duam ti ish partneri jon. Hap kraun, zgjidh një kopeleshe. Sikën Rama. Atë duhet një mekanizëm se nuk lej filmat, i qelluar me snajpra e mosët me kafe. Opi bëhet presion, në lloj forme tjetër institucionale deri në momentin që të pranojë dillin. Sepse nuk po ani, pse më fal. Ose për shembull ka njerëz që dalin nga linja të caktuara, mbahen brenda linjës, ore pse duket e çuditshme, mjet politik është. Ka që tjetër. Apo unë jam kundër idealizimit. Që çdo gjë që thot njëri që është amerikan është me drejta në botë. Që çdo gjë që thot një që është europian është me drejta në botë. Që nëse një prokuror i SPAK-ut bën një veprim caktuar, unë jam me këtë sepse është me drejtësi. Ktu jam me ty unë, jam kundër kësaj.
Po, ne kemi ditur që në fillim, ta përfundoj unë më burë. Thoje. Ka 10 herë. Kjo është e vërteta pra, unë nuk jam me vendosjen e një kriteri absolut, si kushta asertorik, që në qofë se tu vlla, vjen një Amerikan, po e thaj që një Amerikan, wow, si e thamë, shqyr që e tha, sa mi që na erdhi, me këto unë nuk jam. Po. As me ide që qofë se vjen njëri në mpetkun e ndërkombëtarit, shiko se shqyr që na erdhi ky, se ne këtu e kemi, pse më se ty na i ditë priftin shtëpi, shëntrojnë shtëpia jote? Ose po të erdhi hoxha ose imami, ke nevojë që të vina njëri kështu. Politika s'është një po njëta gjë. Se çfarë janë ata? Amerikanë që vinë, janë njësi ne? Jo, njësi edhe gjaku çfarë janë? Njësi ne janë, por ka disa në politikë veprohet mbi marrëdhënie gjeopolitike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Po thoj në raport interesi, mos e thoj sikur e ka thënë njëri shenjtëri. Si po çfarë? Është interes pra. Kush ka thënë shenjtëri më Marsil? Ku ke parë ti shenjtëri? Por e diti pse pushteti i Ramës pozicionohet sot sepse pikërisht vendoset bën këtë strategji që thua ti. U lidh me një fondacion i cili normalisht është mekanizëm i shtetit amerikan dhe i lihet caktuar dhe sot për shkak sepse i ka lidhur mirë zinxhirit me ata, nuk është kaq simpël. E bëre kaq simpël bisedën. Fare nuk është e tillë. Po këtu 95% e këtë fondacionit Soros, çka ka qenë kopi për të? Çfarë ditë që ka nga erdhën? Sorosin e kanë gjetur si armik 1-2 e sulmojnë. Po si armik më burrë sulmojnë kot. Hajde na duhet një armik. Nga erdhën e ditë, ditë nga erdhën. Më thoj mua çfarë. Pisa më e madhe e elitës politike të re, që u fundit në Shqipëri. Edi Rama dhe gjithë atje nga erdhën. Nga Sorosi erdhën. Nga erdhën. Nga erdhën. Ja mohon çdo atribut politik të tyre. Po kush ka qenë afiniteti politik që i futin politik? Sepse s'futesh ti ose Andri ose unë. Kujton se ka qenë thjeshtësh, ë? Po sepse ç'a ndodh? Si është? S'kemi qenë momentin e dur në momente. Ore, o Marsi, duhet të jesh në momentin e dur, ore. S'mjaftove të majshaj. Mjafton shumë momenti dur që ta hapër, se pastaj po ishe afë që ndron vetë. Ç'është se këtu është bërë gjithmonë diskursi, hajde na duhet një armik i jashtëm. Ore, kjo është mundësi. Kjo po nuk e kam. Për mua thjesht është kundërshtar i lidhjes politike që komandon në Amerikë. Se po të vini se Partia Demokratike Soros i bën njeriu më i ndershëm. Në Shqipëri, nga mendësia komuniste ju duhet gjithmonë një armik i jashtëm. Dhe Sorosi tani e ka. Po tani më lejo unë s'po them që the ti më burr. Unë po them që elita politike tani të bëj një pyetje unë, ku është armik Sorosi? Ma thuaj pa ku është armik Sorosi sot tek Partia Demokratike dhe tek Partia Socialiste. Është kundër linjës ideologjike, politike që unë i besoj, sepse Sorosi është pro multikulturalizmit, dhe ta shpjegoj unë ty. Po me çfarë lidhje ka kjo me ty, po them me partit. Unë s'po flas çfarë mendon ti. Po intereson fare mua. Po Marcela, po flisim për politikë tani se ti nga politika e kalon se kam unë qef. Po ashtu dhe unë s'kam shumë qef, ne po flasim për politikë tani. Unë s'po flas a e pëlqen ti Prishtin apo jo. Qofse vjen, unë po them dëgjoj, qofse njëri vjen me petkun e ndërkombëtarit, ose me kostumin amerikanit, atë francezit, atë italianit, atë arabit, mua nuk më impresionon ajo që ai vjen, forma më intereson për mbajtje. O vlla, ky dill që mua kjo më ofron, është dill i mirë apo jo? A është dill i dur dhe ka autoritet për ke fol si politikan tani. Bravo të qof. Jo, ka folur si njëri që jam interesuar. Po për vendin tënd si politikan. Tani bravo, tani them unë ai fjalë. Nesër mund vi, fal, nesër mund vi, fal, ta them unë gjë, nesër mund vi edhe të takoj ku se ka ky. Ky kësaj më i Egjiptit. Mund të ofroj dhe ai një deal, thotë, më kanë dhënë amerikanë, çdo ta pranojmë se dhanë amerikanë Fermanin. Tani jo, Marcel, në kontekste gjeopolitike, vlla. Në kontekst do më lejosh, thotë ti je me parimin, kaq. Mirë, dakor. Çu mendoj unë? Okej, shumë mirë. Tani, të them, do më lejosh të them ndonjë gjë, apo mos them asgjë. Po me tension të madhe mund të dëgjoj më shumë mendje. Gjeopolitika është e tillë këtu. Këtu është përplasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë në Ballkan. Siç kanë bërë shumë dille, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë. Si ka o Marsit, unë në kontekste historike, vëlla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka bërë mirë Shqipërisë. Mua kaq më mjafton. Po Kina e ka bërë mirë Shqipërisë? Jo. Asnjëherë. Po jo, në optikën time jo. Dakor, no. Dhe tani mua kaq më intereson, nuk krijon të Asusia se ka bërë mirë Shqipërisë asnjëherë. Asnjë, zero, për mendimin tim. Po tani jam pyetë mua. Po na kanë bërë vetëm keq. Nuk hyn në terma na kanë bërë keq, na kanë bërë. Unë po them aktet politike që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë shërbyer. Po aktet e Izraelit. Tani do më lejosh tani po pyet, pastaj do të vetëm do të gjë. Tani Izraeli unë nuk di të ketë bërë ndonjë gjë Izraeli për ne. Politike. Ne kemi bërë për Izraelin. Po më lejo tani të them, ne kemi bërë për Izraelin. Ta thash para, ka njëri Kosovë. Më lejo të them, ne kemi bërë për Izraelin. Kemi bërë ne për Izraelin, i kemi
ndihmuar dhe nuk e kemi dorëzuar tek Gjerman. Tani më lejo se këto janë çështje sensitive. Në këtë pjesë, për këto arsye mua nuk më bëhet vonë, fare u marrësit po fare kur flas për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për mua, mbi këto çfarë ka ndodhur në Shqipëri, unë e kam thënë shprehjesisht edhe për mundësinë që ata kanë, është shteti i cili na është gjendur në krah. Dhe unë mbi këto parime kam analizuar. Është njësoj marrësit, si një ditë vështirë, unë të marr në telefon ti të më gjendesh në çdo moment të vështirë të jetës time, tani unë duhet të hedh poshtë ty, se ti mbase nuk artikulon mirë, mbase nuk je i pëlqyeshëm për gjithë shoqëritë apo tani këtu jam dakord, po dhe marrëdhëniet politike në thelb të ditës, marrëdhënie njerëzore hyn edhe mes vendeve. Unë kur shikoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk na lanë të bëhen shim si kurdët, na dhan Kosovën, na rrëzuan komunizmin, për mua janë okay. Kaq më duhet mua. Çfarë po më duhet mua më shumë ty unë a janë burrat mirë as janë burrat mirë. S'më intereson fare, të jemi sinqertë, sa se kaq. Komunizmi era vetëve, nuk e rrezuan amerikanët. Nuk ka rëndësi marrësit, mekanizmat janë të tilla, kur mbyllesh do biesh vlla. Edhe ne po qëndruam vetëm në një dhomë, ja të rim vetëm tu e mos dalim, kur na hapin derën ata që na njohin, që ti kemi dhe na një çelës, ne kur të vinë do jemi të shpërfituar, se po mbyllen vetvete e tillë është jeta. Kjo ishte mbylla perfekte. Në rregull jeni. Përveç se rrofshin amerikanë. Normal. Kaq të them dashur miq, po mendova se mos shoh. Të dashur miq, duke falendëruar secilin prej jush, subscribe kanalin Antena, shpërndajeni në diasporë, Amerikë, Itali, Greqi, Francë, kudo që flitet shqip, dhe na ndiqni me emisionet dhe ngjarjet që të cilat neve zhvillojmë dhe prekim këtu në Antena Televizion. Nga unë Marsidi dhe Anëri, miru pafshim. Mirupafshim.